i mirë, është edhe barësi i grupit, lider i grupit, edhe nuk e ka atë besimin e plot që du të me pas të ekipa seniore, të ekipa parë. Ose veç grumbullohet, edhe shkon një vit është grumbullim, kurse nuk ka hapësirë dhe e dini që i lojtarin e nëzirë loja. Na shumë mirë, plotësisht jam me Blendi që i tha, nuk vim për një akademia kura përgatiten ata. Se na vetë në ekipar kena probleme për shembull taktike me lojtar, sepse nuk e mrin atë nivelin taktik kur vjen te ti mi kry detyra taktike me stërvitje. Po do të më mirë me do qarqe bazike ti me to me harxhu kohë, sepse s'gjeni përgatitur. Ama aftësia e tij, edhe psiqike, edhe inteligjenca, edhe fizikusi, edhe motorika, edhe vlera që i ka pas gjatë kohës sa ka kalu, t'i lehen hapësirë ti me besu në to dhe me pas guxim. Pse s'ki guxim është diçka tjetër. A ki shumë lojtar, shumë lojtar në gjeneratat e reja, tash, si kur e kena rastin për shembull te Dykoriku që u bë 2 vjet rresh kampion, te Trepsha 89 që dulën në kampion e tjetri, edhe kur i shohim vitin tjetër që nuk ki një lojtar tillë, është e dhimbshme. Për shembull, me vështrim mran sy lojtari Llapit ai Hasani. Është knatësi me po, është knatësi tash mi po 4 lojtar. Problem për shembull me thon se Hasani më ka rënë sy, nuk është ai pushit ai kredo mi bën sy. Në nivel i lojës tillë, ka shumë futbollist. Ja, në nivel i lojës tillë, mbrana atij grupit mi pas 5 lojtar ti në moshën 20 vjeçare. Jo, Ky s'ka shumë futbollist. S'ka shumë futbollist. Sasia cilësi. Cilësi. A ka një futbollist në Kosovë që mundet me ta